po ka pas konkurrentin shumë të fortë. Jo. Organizimi i vushtërisë është shumë i mirë. Po du me thonë diçka që ti e ke thonë një deklarat këtu, kur ja ka nisë sezoni, unë jam konë trener të Liria, edhe ke thonë, nëse Liria nuk hinë Super League, është dështem. A na këna... Po. A vjetë, kur? Për si vjetë, kur unë kur kom fillu punën të Liria. Po. Ti ke thonë, nëse Liria nuk hinë Super League, është dështem. Liria i ka morë kur kom shku unë 20 futbolist. 20, fix. Po. Liria ka pos konkurencë 5 ekipe. Vllaznimin, Trepsin të Dhenon, Drenicën, super skuadra të organizume, të gjitha po ashtu një sigur Liria. Qëse për Lirin pas ka qenë dështim, si pas fjallëve tua, që se më rinë objektivin, me këtu prurje që i ka bu, edhe pse shumicën si kini njoft heq, shumica këtu, sepse unë e di... Kështë ka prurje të prurje? Prit, tash të sfjegoj. Shumicën nuk i keni njoft, veç keni full për emra, sepse keni për një lejtarë dhe ke thonë, ndërsa për vushtërinë s'ko ka dështim që e ka pos veç një konkurent. Edhe ka pos një konkurent shumë atletë se sa që i ka pos Liria në grupin. Sepse Drenica një. Nuk është veç një konkurent. Veç një. Veç një. Po një konkurent i fort është Prishtineri. Psa s'ka qenë Drenica konkurent i fort? Gabimi kryesor vushtëria ka bo me kjekun vend vetë. A ka qenë Drenica konkurent i fort? Po. A ka qenë Vllaznimi konkurent i fort? Po. A ka qenë Trepça konkurent i fort? Po. A është fut Liria në Super League? Grupi Knej është i fort, është fështirë me lujtë edhe me Rami Sadikën, është fështirë me lujtë edhe me... nuk është... Do me thonë, nuk mund të quajnë... Një ekip pa pretendime si Kjeku, një ekip pa pretendime se Kjeku s'ka pa pretendime. Unë e thash diçka tjetër, nuk thash që ka qenë grupi i litë, thash e ka pos veç një kundërshtar. Unë po mendoj që më shumë po bazohemi në emra, në qoftë se grupi ku është Liria, është Vllaznimi, është Drenica, janë ekipe të cilat ndoshta kanë traditë. Po anën tjetër, unë mendoj se do ta shohim tash kur është liga e parë e përbashkët, do t'i shohim edhe këto ekipet me këtë grupin tjetër se si do të cilën. Sigurisht, po. Nuk ka ekipe të lehtë. Unë mendoj se jo. Makallaj futesh për grupit A ose për grupit B. Po kjo është e ditë në... Jo, po... Konkurenca e fortë. Makallaj futesh për A sepse që ato 5 luftojnë gjithmonë për me një njona. Problemi është që dy ekipet grupit to kanë konkurru për Super League. Asë një ekip tjetër sukos që ka pas ambicie për Super League. Knej, po veç me Kjekun e ka po gabimin. Ndallimi i grupit me Kjekun e ka po gabimin që që i pa valgjë. Ne kanë qenë 5 squadrat që kanë luftu dhe më hodë. Thuash që dy grupet kanë qenë njëjta, nuk unë s'pos me dënë. Ki pas Drenicën, Vllaznamin, Trepçën, Kemi thonë, Aja Super League me nesi. Grupi A Super League me nesi. Prishtinën e re kena pas, që kanë bërë diferencën e pikëve 20